për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë kur i zametshëm, i vështirë namazi, që është fatkeqësisht për shumë njerëz. Sidomos për ata që veç nga Islami kanë veç emrin. Sidomos për ata që nga Islami kanë veç emrin. Ata punën më të vështirë kanë namazin. Dhe për këtë shkak duhet me testuar disa njerëz që mundohen me na kallëzojnë neve çfarë Islami duhet me pas, po t'ia falësh me vëlla. Jo, po ti lënë s'kisha na kallëzon çfarë Islami, derisa të falësh ti, ka kush fol për Islamin. Islami ka njerëzit e vet. S'ka me puna domethënë kushtmërie me fol për këtë fe. Se për punë tjera mund është me fol, ti kushtmërie mund me fol, se u ka bë domethënë poshtë ka pazari. Për politikë fol kushtmërie, për ekonomi fol kushtmërie, ama për fe ja, s'mundet me fol kushtmërie. Se i ka njerëz e vet. S'ka me kjo fe jetim që me kushdo me fol. Andaj këty me njerëzve i themi na, a falësh? Jo, ti s'kish ka fol për Islam, pse? Se Allahu në Kur'an kur fol për namaz, çka thot? Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. I përshku munafikt në raport me namazin, thot, dhe ata kur qohen për të falë namazin, qohen me përtez dhe dembeli, për munafikt. Dhe ata shumë pak e përmendin Allahun dhul xhelal. Munafikun kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dash spaku për sy e faqe mu fal. E sot ato leqi kur s'fal, as bajram s'fal, edhe i ka mri rejnë ati neve me na fol për Islam, me na kallëzu çka është Islam. I themi faleminderës, ti këshiri punë të tuja, sasi ka kush fol për Islamin. Edhe spaku namazi është prej obligimeve kryesore, parimore, që nëse një njeri nuk e bën, pyetja është Islami i tij. Pyetja është sa është e vërtet fjala jam musliman. Sa që ndonë ajo fjalë në jetën e tij.